Po të vare nga unë, projekt kodit civil, që parashe martesat mes gjilnisë njëjtë, do të duhej që? Të mos miratohej. Për arsye se unë paka shumë i shpalosa bindjet e mia personale, të cilat janë bindjet të cilat burojnë nga besimi em, po edhe nga tradita shqiptarëve, e shqiptarin përgjithësi, jemi më shumë, e ruajmë familjen si një institucion të shajt. Dhe unë menoj që familja është baza e shoqërisë. Momentin që lejon martesën midis gjënisë njëjtë, mendimin personal është këtë që mandej dosh me ju leju me adaptu fëmijë, që mendoj që shkakton edhe probleme tjera. Janë kundër bindjeve dhe kundër besimit tënd. Edhe personale, edhe shoqërore në cilat ato një më rritër. Faleminderit shumë. Një pengesë që më ka forcuar si aktiviste është? Ndoshta mosbesimi që e ceka ma herët, që më shprej për shkak të moshës. Në përgjithësi gratë na në cilën do etap të jetës gjykohen, po më shumti nëse janë të reja në moshë dhe kanë përgjithësi publike ose përgjithësi profesionale. Për shembull, nuk munden gratë me i pa lidera. Nuk munden me i pa? Po, nuk munden me i pa. Po, ndryshe prej vendeve të rajonit nese dhe Macedonia, ndryshe prej shumë vendeve të rajonit, 2 herë kemi pas presidente ne. Edhe tash e kemi aktualisht presidente. Po, me shumë sfida dhe peripeti, cilat besoj që kanë pas letë me i kalu, as jona prej tyne. Sepse, paramendu po të ishin në moshë të re, në moshën që kam qenë unë, kur kam... Do dojë të ishe kryetare e komunës Prishtinës, të kandidojë për kryetarit Prishtinës? Nuk është... Së them tash, në perspektiv. Ka uze kam e përmenda marët, nështë arsye për kryesore, për kyqev ka qenë shëndetësia, që jam aktivizu, jam aktive në shoqëri, po mendoj në një organizatë politike. Nuk e di, nuk e komendu në i herë, veç e di sakt që afatgjat do t'jem në politika lokale, sepse më intereson shumë kryet qyteti dhe kam parimore me bo ndryshime këta. Faleminderit shumë. Tani, stomatologjia e dim na të mëson disiplinën, se duhet t'jesh shumë preciz, shumë i sakt. Nëse stomatologjia deri tani ta ka mësu disiplinën, politika, çka t'ka mësu? Politika ka mësu që shpesh ndoshta ti e ki momentin për diçka, për nuk është momenti masës. Më ka mësu me qenë shumë stabile në vendimet, sepse pasojat e një politikani mund t'jenë afatgjate. Dhe tjetra ndoshta se të e pas parasysh faktin se të na ndrojnë shumë politikat në Kosovë, me punu ma shumë në një politikë qeverise, në të ardhme, natyresht, e cila do bënte ndryshim drastik në sistemin shëndetësor në Kosovë. Faleminderit shumë dhe pyetja e fundit, ose fjalia e fundit. Atyre që nuk besojnë Zot dhe nuk mbajnë, nuk praktikojnë asnjë fe, do t'u thoja? Feja është udhëzim edhe dritë për shpirtin. Është një gjendje e cila të forcon, ose ndonjëherë edhe kur e përmenda më herët se kur në përditshmëri kalon në për disa momente që ndihesh keq, unë zakonisht i kam kur relacionin me Zotin nuk është mjaftueshëm i afërt ose i mirë. Të ndihmon shumë resol me pa jetën ndryshe, me pa tjetrin ndryshe, me qenë i qetë me veten, edhe në momentin që mundesh me marrë një vendim shumë ndoshta në sytë të tjerëve të rënd për jetën tone, po që respektivisht çaj vendim ty ta ndryshon